Olta Gixhari, mesazh publik për Eglin Takon, duhet të vuash, kjo është arsyeja. Pas ngjarjeve të fundit që lidhen me largimin e Eglit Takos nga Big Brother VIP Albania, ka qenë edhe aktoria Olta Gixhari që ka bërë një reagim publik në Insta Story, duke u shprehur për këtë çështje si dhe mbështetje për Eglin me një mesazh të koduar. Olta, e cila këtë vit e ndjek tepër Big Brother VIP pasi ka edhe motrën e saj Gerta Gixhari, shpeshherë ka qenë në qendër të vëmendjes, por më së shumti në mesazhet e dhëna kundrejt Rozanës, me të cilën është distancuar, duke shkruar se një shoqë nuk mund ta vendos asnjëherë përpara motrës dhe se bën tifo për motrën e saj Gerta Gixhari këtë edicion, edhe pse nga Rozana pat një shpërthim duke i nxjerrë edhe mesazhet ku ajo ishte shprehur për fitoren në emër të saj. Megjithatë duket se Olta tashmë ka dhënë edhe mendimin për një tjetër situatë, atë të Eglit dhe Gjestit, teksa Egli ka dalë prej disa kohësh nga shtëpia ku Olta i shkruan. Një përqafim shumë të ngrohtë sot për Eglin Takon, Karma thot: ndonjëherë duhet të vuash në jetë, jo sepse ishe i keqi, por sepse nuk e kuptove se ku dhe kur do të dalosh se qeni i mirë. Ky postim po merr vëmendje në rrjet pasi motra e Oltës, Gerta, ka pasur mjaft përplasje me Eglin në shtëpi, por edhe për kunjin që duket qartë nga mesazhi se i është drejtuar Gjestit. Olta edhe në Big Brother VIP Kosova ka qenë opinioniste, shpeshherë e ka shënjestruar Gjestin duke vënë me shpatulla pas muri, teksa Gjesti nga ana tjetër kujtojmë se kur u fut në Big Brother VIP u çudit tepër së shumti që Gerta ishte motra e Olta Gixharit, duke qenë se ata kishin një marrëdhënie prej konkurrenti dhe komentuesi.